Jemi te buxheti që përmendëm më herët. Çfarë ka në plan si vjet teatri shqiptar? Repertor? Si vjet kemi nisur me Naser Shatrollin, regjisorin nga Kosova, bisedë mes hekurash, teksti Ismail Kadares, cili flet për historinë e Ukshin Hotit. Pritet premiera prafërsisht gati për një muaj. Kemi mandej zonjën Ministresh nga Fatos Berisha, teksti Branislav Shiqit. Fatos Berisha do të bën regjin dhe e ka adaptuar tekstin, tani nuk e di se si e ka venduar titullin në final, po do të njofton sigurisht ditëve në vijim, sepse edhe ai do të filloj këta ditë, dhe Besfort Idrizi, edhe ai është i planifikuar për në fund vit. Në fund vit kemi edhe në festivalin Mojsiu. Kemi një projekt ndërkombëtar që me regjisorë shumë të njohur evropian, me Suedin kemi domethënë bashkëpunimin, premier teksti Unrecognized, domethënë e cila do të punohet këtu tek neve dhe premiera do të jetë këtu tek ne, dhe presim edhe emirën e kushtrimit për Mojsiun që ta kemi si premierë këtu. Domethënë kemi dikun 5 apo ndoshta edhe 6 premiera që do të ndodhin si vjet në teatrin tonë. Ndërkohë fëmijët na lajmërojnë se kanë ardhur, ti ndjekim. Do të shkojmë të presim.